nderuar shikues, ju përshëndesim drejt drejti nga Pallati i Sporteve Qasim Dervishi i Shkodrës, ku po transmetojmë ndeshjen e basketbollit për meshkuj Vllaznia Peja e Kosovës. Takimi i vlefshëm për ligën unike të basketbollit. 45-47 në favor të ekipit nga Peja. Është mbyllur perioda e parë dhe dytë, pra është mbyllur pjesa e parë. 45-47 për ekipin Pejan. Ndërkohë në këto momente sapo ka nisur perioda e tretë e ndeshjes. Perioda e parë ka folur për ekipin mysafir nga Kosova, që ka fituar 18-21. Në të dytën kanë qenë Kuqe Blu të Vllaznisë, që kanë fituar me shifrat 27-26. Dhe pjesa e parë, siç thamë, është mbyllur me avantazhin +2 për ekipin Pejan, që në këto momente e ka rritur diferencën teksa ka shënuar dhe në periodin e tretë rezultati është 45 Vllaznia, 52 është pikë barazhi për Pejën, sulmi për Vllaznin, Brajt për 3 pikë, ka gabuar, përsëri është Vllaznia me topin në zotërim. Shestani kërkon zonën e 3 pikëshit, pastaj depërton vetë në mënyrë individuale, nuk arrin të shënoj topi për Pejën, por ka gabim personal të shkaktuar nga numri 3 i Vllaznisë. Është pikërisht Ashton. Sëri skuadra mysafire nga Peja me topin në zotërim. Të 2 pikë Shiradhës, gabojnë mysafirët nga Peja, sulmi për Vllaznin, gabim personal në favor të Vllaznisë, e ka shkaktuar numri 9 kapiteni i skuadrës Ard Hajdari. Topi për Vllaznin, e cila është 7 pikë minus. Gabon në pas Ashton dhe jep mundësi Pejanëve të shënojnë dhe të shojnë në +9 avantazhin e ekipit të tyre ndaj Vllaznisë. Shestani, George. Shestani gjuan për 3 pikë, i bit gabim personal në favor të ekipit Vllaznisë. Topi nga vija nësore për ekipin Vllaznisë. George. Brajt, Zuan nuk shënon, 2 gjytjet e gabuara për këtë basketbollist. Sulmi ekipit Pejan në këto momente. Hajdari, gabon edhe Peja, por gabon edhe Vllaznia, i humbet topin. Lutë minuta, fundi minutës së dytë, Vllaznia 45, sa ka pasur në mbylljet pjesës parë, dhe Peja 54. Mala ishte përsi topi për ekipin Pejan. Kanë gabuar Pejanët, zotron topin Shestani. Nisë në mënyrë individuale këtë aksion, kombinon me Brown, pastaj George. Shestani për 3. I ka shënuar mrekullisht. Janë 3 pikët e para të Vllaznisë në periodën e tretë, të shënuara nga kapiteni Kuqe Blu, Robert Shestani, që çon Vllaznin në kotën e 48 pikëve. Sulmi për Pejen, një majt shumë saktë e numrit 55 Bracej.
Përsëri shkon plus 9 avantazhi I skuadrës nga Peja. Luhet minuta 4 për periudhën e 3 të ndeshjes, Vllaznia 48, Peja 57. Luhet për ligën unike. Shestani për 3, nuk është saktë në këto momente. Përsëri Pejanë dhe gabojnë. Shestani, Bright, nuk shënon, por merr gabim personal. Minuta e 5 po luhet për periudhën e 3. Vllaznia 48 dhe ekipi nga Kosova, Go Peja 57. Bright në gjytet e lira, pa sukses gjytja e parë. Ka dhe një mundësi. Është I saktë në të dytën. 49 Vllaznia, 57 ekipi Pejan. Aksioni për ekipin kosovar që shënon në mënyrë të përkryer me këtë depërtim. Pikërisht numri 55, ai që kualifikat në periudhën e 3 është Dakuan Bracej. Shestani për Vllaznia. Vetë kërkon të gjuaj, por është I pasakt shumë gabimet e ekipit Vllaznisë në periudhën e 3. Kanë bërë që të krijohet diferenca. Është në 10 pikë në favor të ekipit nga Peja, që gabon në këtë momente. George për Vllaznin, nisë aksioni I tij I shpejt individual I George numri 30 I Vllaznisë që çon në 51. Pikë barazhin e Vllaznisë ndaj 59 të ekipit Pejan. Mala Juan për 3, nuk është I saktë. George I direksion I tij. Ibit Shestani. Ibit për 3. Gabojnë këtë duhet është një periudhë as pak e mirë, kjo treta për Vllaznin. Dhe ka shënuar në mënyrë spektakolare numri 31 I Pejanëve, Logan Rolls, duke quar në plus 10 avantazhin e ekipit të tij. Vllaznia 51 dhe Peja 61, pushimi I kërkuar nga ekipi I Vllaznisë. Ekipi I Vllaznias ka në përbërje të protokollit të saj në këtë ndeshje Thomas Kopliku, Bajana Parker, Bright, Kruja, Tafa, Shestani, kapiteni I skuadrës, Hibit, Preka, Bashdari dhe George. Trajneri I Vllaznisë është Eni Lazani. Kolegët e tij Roni Gjeçe dhe Antonio Shabani. Siç shikohet edhe nga protokolli, mungon në këtë ndeshje një nga pikat më të forta të ekipit të Vllaznisë, shtatarti 208 Klajt Kiri, I cili gjatë kohës grumullimit me ekipin ton përfaqësues është dëmtuar në një ndeshje miqësore të zhvilluar në Podgoricë dhe ka rreth 10 ditë ka probleme dëmtimi dhe I mungon Vllaznisë. Po kështu dhe nga në kampin e Pejës mungon Dardan Berisha, një pikë shumë e fortë e ekipit kosovar.
gabim personal në favor të ekipit Pejës, është Braçej në numrin 35, gjutja e tij e lirë e parë me shumë sukses, me një precizion për tu admiruar, edhe një mundësi për basketbollistin Mysafir, shënon me të dytën, shkon në plus 12 avantazhi i ekipit Gopeja. Kështu është emërtimi i skuadrës pejane, Gopeja. Shestani, Hibi, top për ashton, por e shpërdoron të mundësit e vllaznis dhe këtë radhë të shmërsh për Pejen, që ka fituar gabim personal. Duhet minuta 7 për periodën e tretë, Vllaznia 51 dhe Gopeja 63. Takimin po e gjykojnë Treshe Mikse me arbitër Amar Gjekovic, Ani Bodhiu dhe Arjan Thaçi. Për Pejanët kërkojnë të dëbërtojnë me mbrojtja e Vllaznis, bën punën e vet, por gjen mundësi ai që shënoi pak më herët pikërisht Braçej, që bën një rrugë dy punë, shënon 2 pikë të vlefshme dhe merr gabim personal. Perioda më e mirë për ekipin kosovar është kjo e treta, që ka arritur të shkëputet ndjeshëm, pasi periodat pjesës parë kanë qenë me rivalitet. E para është mbyllur 18-21 për ekipin e Pejës, ndërkohë që e dyta 27-26 për ekipin e Vllaznis dhe pjesa e parë 45-47 për ekipin Pejan, që në periodën e tretë ka përthyer duke rritur diferencën në të momentin në plus 11 dhe shkon në plus 13 pas këtij koshi të shënuar nga skuadra mysafire. George për Vllaznin Hibit, ishte Bright që ka shënuar, kombinimi George Bright prodhon pikën e 53 ndaj 68 të Pejës. Mala për ekipin e Pejës na kujton sot Malën tek ekipi i Vllaznis. Shënon Mala me një depërtim mjaft teknik të zgjuar. 70 Peja dhe Vllaznia 53. Shestani për 3. Ndron mendje. Është përdëruar. Ishte pretendime nga Vllaznia se topi i kthyer prapa, është prekur nga kundërshtari, por nuk janë të mendimit arbitrat e ndeshjes se Amar Gjekovic, Ani Bodhiu dhe Arjan Thaçi. Kështu që topi i takon të dy të rrallës e ekipit Pejan. Shikojmë me trajnerin Damir Mllaçić, që është shumë aktiv. Për 3 Peja nuk shënon, topi për Vllaznin. Për ekipin Pejan në protokollin e ndeshjes së sotme janë këto basketbollistë, është Rapi Shoshaj, Mala, Eduard Arthajdari, kapiteni i skuadrës, Williams Hasanaj, Rold Davis dhe Braçej. Trajner Damir Mllaçić. Gjytekin Selimi është asistent i tij, pra zëvendëstar. Shestani për Vllaznin.
Van Ashton. Gabime elementare të vazhdisë. Perioda e tretë më e errët për skuadrën Kuqiblu që shpërdoron rast pas rasti. Dhe je mundësi ekipit Pejan të shkëputet, ku tashmë është në plus 17, të shikojmë dhe ky kosh dhe shkon në plus 19, avantazhi 5 për vetëm 10 minuta të periodës së tretë ka ndodhur gjithçka kjo përmbysje, që në këtë moment mbyllet perioda e tretë me shifrat Vllaznia 53, Peja 72. Edhe 10 minuta nga fundi të gjysmëndeshjes të nderuar shikues të Veriut Sport, që pendisti të ndeshje drejt për drejt nga pallati i sporteve Qasim Dervishi i Shkodrës. Rezultati Vllaznia 53, Peja 72, avantazhi thellë i skuadrës mysafire, e gjitha kjo e realizuar në periodën e tretë, sepse pjesa e parë u mbyll vetëm me 2 pikë plus për Pejen, 45 me 47, por gabime elementare të Vllaznisë në periodën e tretë shkaktuan të tërmet në koshin Kuqiblu, duke krijuar shkëputjen e ekipit Pejan. Të shikojmë periodën e katërt çfarë do të provojë. A do të jetë Vllaznia në gjendje ta shkurtojë diferencën dhe të pretendojë për ta fituar ndeshjen? Kur interesant është fakti që Vllaznia ndeshjen e parë ka fituar në Pej. Ka fituar në Pej me një lojë me vërtet spektakolare, por ja që ndodhe kundërta në Shkodër, duke kryesuar deri në këto momente Peja me 19 pikë plus. Luhet minuta e dytë për periodën e katërt të fundit të kretë ndeshjes. Në avantazh ekipi i Peja në plus 19 pikë. Pas një rivalitetin pjesën e parë, ku vetëm 2 pikë ndanë ekipin e Pejës në fitore ndaj Vllaznisë, e treta ka folur në mënyrën më të dobët për ekipin e Vllaznisë, edhe pse në këtë moment është shënon 2 pikë me Bright, diferenca është madhe, shkon për Strinde plus 19 pikë, pasi koshit të Pejanëve, Parker, Bright, për 3 i ka zhënuar. Këto i duan Vllaznisë, nëse do të arritë të gjej saksinë e 3 pikësheve, vetëm me 3 pikësha ndoshta Vllaznia mund të diktoj dhe pretendoj për ta përmbysur rezultatin. Sepse Peja nuk fal, vazhdon të kryesoj, por ky dështim i aksionit Pejan dhe topi për Vllaznin mund të japë diçka më tepër. E ka shpërdoruar Vllaznia këtë aksion dhe ka shënuar Peja. Përsëri plus 19, pam trajnerin e ekipit Pejan që kërkoi pushim pas pesimit të koshit, po ndrej me njëherë kur gaboi Vllaznia dhe shënoi ai vrapoi tek gjyshtëria kryesore duke anuluar pushimin e kërkuar. Sa më herët i mungon në ekipit Pejës një nga pikat më të forta, Dradan Berisha. Ka një mungesë e rëndësishme tek Vllaznia është Klajt Kiri. Vllaznia ka 2 fitore dhe
2 humje në ligjen unike. Parker, gjujtja parë i lirë për ekipin e Vllaznis, e ka shënuar. Të shikojmë të mundësit të dytë të fundit për Parker, do të jetë në gjendje ta çojë në 60 në shifën për Vllaznin, nuk e ka bërë një gjë të tillë. E shpërdoron. Dhe nga ana tjetër shënon Peja e çon përsëri avantazhin në lutjen 19. Po siguron për disa minuta rradhati. Stari Ani Badhiu ka dalluar një gabim personal të ekipit Pejan ndaj Vllaznis, ku luhet minuta 4 për periudhën e 4 të ndeshjes dhe e fundit. Bright nga vjeranësore ekipit Shestani për 3 ka shënuar 3 pikë të Shestanit dhe Vllaznia shkon në kuotën e 62 pikëve ndaj 78 të ekipit Pejan. David Llapi për 3. Nuk është i saktë mundësia e Vllaznis për të shkurtuar diferencën dhe gabim personal, por kërkon pushim është ekipi nga Kosova. Shprekisht trajneri Damir Mllaçić i Pejes që kërkon pushim në këto momente, kur do të atë 62-78. Edhe 6 minuta dhe 7 sekonda nga fundi krejt në ndeshjes, Ashton Parker ka të drejtën e 2 gjuajtjeve të lira tek zona pejane nga Kosova, e shpërdoron të paren, edhe një mundësi tjetër. Shënon në të dytën, Vllaznia 63, Peja 78. Aksioni për skuadrën kosovare. Përsëri ekipi Pejan në aksion dhe shënon mjaft mirë. Shënon skuadra me Safire dhe 80 ka shkuar shifra për ekipin Gopeja. Gabon Vllaznia. Kopi për ekipin Pejan. Të Shoshaj, Fatin Shoshaj që kombinon me numrin 55 Braçej. Hajdari. 3 pikë dhe i ka shënuar kapiteni i ekipit Pejan Art Hajdari to 3 pikë dhe plus 20 pikë është avantazhi i ekipit Pejes. 63-83. Sulmi për Vllaznin. George Shestani. E humbet edhe këtë aksion ekipi i Vllaznis, se vazhdon të paraqes një pjesë të dytë plot gabime shumë të rënda, që i kushtojnë dhe rezultatin. George, pas këtij gabimi në gjytjen për 3 pikë të pejanëve. George, pastaj Parker. Foul i shkaktuar nga Parker. Edhe 4 minuta dhe 16 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. Vllaznia në dizavantazh të 20 pikëve.
kur pjesa e parë mbyll vetëm me 2 pikë diferencë në favor të ekipit Pejan, 45-47 dhe përmbysja e madhe ndodhi në periodën e tretë dhe po vijon të thedhohet në periodën e katërt për ekipin nga Peja. Për 3 Shoshaj nuk arrin të shënoj ekipit. Sa i Bright vetë në mënyrë individuale ka bën shumë gabime për vllaznin. Hajdari, Shoshaj, Eduard, Hajdari e dodron topin për shtri skuadra Mesafire. Topi për Pejen pas prekjes së fundit nga Gjoj. Pushtimi kërkuar nga tekniku i Vllaznis Eni Llazani, ku shifrat janë 63-83 për Pejen. Gati të rinis takimi pas pushimit të kërkuar nga tekniku i Vllaznis Eni Llazani, kur ekipi i tij është me 20 pikë minus në dezavantazh të shkon në 23 pas 3 pikë spektakular të skuadrës Mesafire. Një shpërfiturim i Vllaznis në pjesën e dytë. Bright hipit për 3. Shumë e gabuar kjo gjujtje e tij. Gabim personal në favor të ekipit Mesafire nga Peja, tjetër mundësi skuadrës drejtuar nga tekniku Damir Mllaçić ta thellojë akoma më shumë diferencën e avantazhit. Paraçi në të ketë drejtën e gjyqyteve të lira, ndërrim tek Vllaznia, largohet kapiteni Robert Shostan, në lojë është Sead Kobliku me numrin 1, një lojtar i ri, 18 vjeçar, i konsideruar i perspektivës. Nga bon brace në gjyqjen e parë të lirë për Pejen dhe një mundësi tjetër. Shënon në të dytën, është në këndrim edhe tek Peja, në lojë është numri 24, është Hasanaj, Elion Hasanaj. Ka këti parë Hasanajt me topin, ka kombinuar me shokët e tij për humbet aksionin Peja. Shënon Vllaznia me George, 65-87, edhe 2 minuta 30 sekonda nga fundi, topi për Pejen. Shoshaj, Davis, Shoshaj, Hajdari, Elidon Hajdari për 3 pikë. Nuk arrin të shënoj. Topi përfundon jashtë gjeve kufizuese në favor të Vllaznis. 2 minuta dhe 6 sekonda nga mbyllja gjithë ndeshjes. Bright hipit, vazhdon aksion i Vllaznis. Kobliku, George Këmgull atje hipit dhe shënon me këmgullje, me forcë, dhe shumë përpjekje. Pika 67 dhe 20 plus skuadra nga Kosova Peja, që ka topin e zotrim me Shoshaj. Eduard për 2 pikë. Nuk e shënon, por topi zotërohet nga Vllaznia, që niste aksion të shpejt.
Tipit për 2 pikë, gabon. Shumë gabime, thamë dhe me herët. Ka njësur minuta para fundit për ndeshjes, se drejt të mbylljes, kjo minutë e para fundit, edhe 5 sekonda për të kaluar tek minuta fundit. Shoshaj, veprim mjeshtror i tij, pika 89 ndaj 67 e Vllaznis. Ka njësur minuta fundit. Gabim personal i shkaktuar nga Elion Hasanaj. Ju Hasanaj në formacionin e Pejes. George, nga bon Vllaznia. E lojë është edhe Bashdari për Vllaznin. Bright ka shënuar 2 apo 3, nuk e 3 pikë, sa duket. 3 pikë, 70-89. Kërëson Peja, edhe 31 sekonda loj. Në fush janë 2 trica atë Kopliku dhe Samuel Bashdari. Luajnë për këra Brat, Hipit edhe George. Dhe 2 pikë të radhës të shënuara nga skuadra pejane me Hajdarin, kapitenin e skuadrës. Luan për 3 Kopliku, nuk i ka shënuar. Peja ka mundësin dhe ka shënuar dhe ka mbyllur. Gjyqtaria ka mbyllur gjithë shka. Sekondi i fundit, Vllaznia 70 dhe 93. Peja fiton të gjithë ndeshjen me shumë berit. Të nërruar shikues nga unë Gasper Marku, përshëndetja fundit. Fiton Peja me plus 23 pikë. Mirupafshin në ndeshjet e ardhshme.